Mirëmbrëma Nxjera me Syqin. Sonte do të kemi të ftuar Aulon Kalan, antar i Këshillit Kombëtar të PD-s, kandidat për deputet dhe gazetar. Paraprakisht e falenderoj sepse për 2 muajsh njerëz të opozitës nuk kanë pranuar ftesa për të ardhur dhe për të ballafaquar me atë çka po ndodh në Shqipëri. Dhe kjo kulturë mos ballafaqimi për të diskutuar dhe jo për të sharë ashtu siç është bërë parlamenti, modeli një banaliteti dhe një Big Brotheri në politikën shqiptare, që ka arritur deri në neveri tek njerëzit. Sonte Aulon Kalaja pranoi ftesën për të ballafaquar, për të dhënë mendimet e tij ç'po ndodh me politikën, me Partinë Demokratike dhe si do të vijojë më tej, politika në Shqipëri dhe demokracia apo pluralizmi de facto, se de jure ne e kemi tash, asaj të cilës unë i them demokraci. Aulon Kalaja, faleminderit që erdhët dhe të ballafaqohemi, se fundit ne do të bëjmë një debat që të mos bijem dakord për të rënë dakord. Dhe unë mendoj që kjo duhet të jetë kultura që duhet kultivohet në Shqipëri, qoftë në politikë, qoftë brenda partive, qoftë dhe në media. Të përgëzoj për emisionin, të uroj shumë suksese për këtë iniciativë të re, edhe të falenderoj për ftesën. Aulon, ju ishit kandidat në zonën e Durrës, Fushkruj, Kruj për deputet. Në bazë të votave të lokalizuara, ju keni fituar Bashkinë e Krujës, të Fushkrujës, por në fund Fushkrujës biles mas 18 vitesh, por në fund nuk arritët të dilni deputet, megjithëse arritët një numër të konsiderueshëm votash, gjë që nuk e arrin dot, pavarësisht se ato kanë qenë sigur në listat e mbyllura, po ju garantoj që nuk arrin të paktën duke fillu nga gjithë ato që ishin listat e mbyllura, përveç Ali Mehmetit edhe Jorida Tabakut, të arrin një numër kaq të konsiderueshëm votash. Por, tashi që është kërkuar rinumërimi i votave, dhe shumë mirë që u kërkua, po del që më shumë është vjedhur brenda llojit, gjë që nuk ndryshon rezultatin e përgjithshëm të zgjedhjeve, por tregon se ç'gjendje është demokracia dhe hapësirat demokratike në raport vlerash në politikën shqiptare dhe sigurisht brenda partive që ju jeni në opozitën, në Partinë Demokratike. Çfarë mund të thoni për këtë? Për hir të vërtetës, është ajo që thoni ju është e saktë. Kam qenë kandidat në qarkun e Durrësit, Bashkinë e Krujës e kemi fitu. Fushkruja pas 18 vitesh u ngjyros blu për shumë kohë, është një nga qytetet duhet të thënë që është lënë totalisht pas dore tani, sepse kemi qenë bashki dhe me pa drejt në 2015 na kanë kthyer njësi administrative dhe një nga kauzat e mia në rast se do hyja në parlament ishte rikthimi i Fushkrujës bashki. Kjo ishte një nga idetë që unë kisha dhe kjo s'ka lidhje me PD-PS. Të gjithë qytetarët ishin pro kësaj, domethënë që të kthej bashki. Kam marrë deri tani mbi 8120 vota në qarkun e Durrësit dhe kam qenë kandidati i parë në Republikën e Shqipërisë që kam kërkuar rinumërim. Me datën 14 maj, 3 ditë pas zgjedhjeve, ndërkohë që do numërohej diaspora, unë ju drejtova Kasit që kërkoja rinumërim. Dhe Kasi më rrëzoi faktikisht në atë ditë për arsye procedurale, pasi nuk ishte shpallur tabela përmbledhëse e qarkut Durrësit që unë mund godisja domethënë rezultatin. Më vonë kam vazhduar kalvarin tim. Ilir, nuk e di nëse e ke parasysh kodin zgjedhor, por kodi zgjedhor i pamundson kandidatit që të rinumëroj votat. Pra është një kod zgjedhor që duhet hedhur në koshën e mbeturinave. Është një kod zgjedhor pa pikë vlere, për arsye se ne kemi qenë listë hapur. Jo vetëm Auloni, po edhe kandidat të PS-s, kandidat të çdo lloj partie tjetër, që minimalisht duhet të kenë drejt për me pa votat e veta në një proces që kanë objeksionet e tyre. Është normale. Po,
Kodi zgjedhor e pamundson sepse këta e kanë shkruajtur kodin zgjedhor në mënyrë të tillë që kanë të drejtë vetëm subjektet politike të kërkojnë rinumërim, jo kandidatët. Fal, Aulon, por këtë kod zgjedhor ka qenë marrëveshje e Partisë Demokratike dhe Partisë Socialiste. Unë kam thënë gjithmonë. Pra kanë rënë dakord për këtë kod zgjedhor. Ky kod zgjedhor është kodi më i shëmtuar zgjedhor dhe këto do argumentojmë dhe besoj se do dalë. Jam dakord, por ç'përgjegjësi ma partia ku ju jeni pjesë e saj. Unë po flas çfarë mendoj unë dhe si e shikoj unë kodin zgjedhor dhe për këtë po bëj një betejë dhe këtë betejë nuk po e bëj për mandatin tim, po ja u them me sinqeritetin më të madh. Unë ndoshta nuk kandidoj më. Unë këtë betejë po e bëj që çdo kandidat tjetër që do jetë pas meje në zgjedhjet e ardhshme. Ti do kandidosh prapë tash. Po flas parimisht. Dhe çdo kandidat tjetër që do vinë në zgjedhjet e ardhshme të ketë drejtën për me pa votat e veta. Kaq e thjeshtë është më burr. Nuk na vjen asgjë e keqe ne nga transparenca. Ne do hapim votat, do t'i verifikojmë. Unë kisha të dhëna që votat e mia ishin tjetërsu. Prandaj ju drejtova KQZ-s që të merrja pamjet filmike. Dhe i mora nga KQZ-ja pamjet filmike dhe kam parë votat, Ilir, kanë qenë dy momente të numërimit. Momenti i parë numërohet vota ndërmjet subjekteve politike, mbyllen kutit dhe rihapen për të numëruar votat e kandidatëve. Unë kam parë votat ndërmjet Partisë Socialiste, Partisë Demokratike dhe 9 subjekteve tjera që kanë marrë pjesë aty. Dhe në ato momente kam shquar dhe votat e mia. Kam parë që në disa kuti votimi më janë marrë vota. Ajo provë që i dorëzova Komisionit Qendror të Zgjedhjeve ishte një kuti në KZAZ-n e Sukthit, ku unë kisha marrë 4 vota në atë kuti dhe në proces verbal më kishin shkruar vetëm 2 vota. Kjo e konfirmuar nga KQZ-ja. Nga kush ishin marrë këto vota? Tani brenda llojit apo brenda llojit pra. Brenda llojit. Pra, më ishin marrë 2 vota mu, 2 vota Adriatik Hoxhës, një kandidati tjetër që ishte i Partisë Lirisë, por ishte në koalicion. Po, në koalicion, dhe një vot tjetër zonjës Viola Kapedani dhe kjo kandidate nga Durrësi, familje Dursake. Dhe këto 5 vota kishin shkuar te X kandidat tjetër. Tani, në këto momente, unë këtë provë dorëzova në KQZ dhe KQZ-ja vendosi hapjen e kutive në mënyrë të pjesshme në Durrës. Dhe kjo është totalisht e çuditshme për mendimin tim, për arsye se në rast se me Tiranën u vendos që të hapeshin të gjitha kutit, në rast se me Fierin u vendos që të hapeshin të gjitha kutit, tek Durrësi u vendos që të hapeshin rreth 40% e kutive. 40%. Kjo për mendimin tim ishte vendimarrje e gabuar, ndërkohë nuk e lash me kaq, kam shkuar në kolegj zgjedhor për të ankimu vendimin dhe për të ankimu vendimin e kasit që ne kandidatët nuk legjitimohemi. Kolegji zgjedhor na rrëzoi. Ndërkohë tani do shkojmë gjykatë kushtetuese. Në rast se gjykata kushtetuese do na rrëzoj, unë nuk e besoj. Ka mendimin tim. Ne do shkojmë gjykatë, unë personalisht do shkojmë gjykatë të Strasburgut. Sepse është e drejta kushtetuese e cila prevalon mbi kodin zgjedhor në hierarkinë e normave. Kushtetuta është më lart se një kod zgjedhor i cili ndryshohet çdo 2 vjet. Dhe kushtetuta ç'a thot? Çdo njeri ka të drejtën të zgjedhë dhe të zgjidhet kur mbush 18 vjeç dhe çdo njeri ka drejtën për një proces të rregullt ligjor. Unë kërkova thjesht një proces të rregullt ligjor. Fakti që këta nuk pranojnë, atëherë unë i thash kasit, zotëri, nëse ju nuk votoni, ju nuk jeni thjesht një organ administrativ, jeni një organ quasi gjyqësor. Çojeni në gjykatë kushtetuese dhe pyesni gjykatën kushtetuese. Këta thanë jo, kjo është vendimarrja. Por nuk kanë pranuar antarët e PD-s. Gjithë antarët nuk kanë pranuar. Po mirë, këto kanë fjalën me antarët me këto Rusmaili dolin pakic, mos gaboj, pra ka qenë 4-1 fillimisht, se këtë njëjtin qendrim ka mbajtur dhe në 2021. Por fakti që kishte pakic tregonte që un kam drejt. Dhe këtë ju thash. Fakti që ka pakic ky vendim tregon që ka një mendim kritik aty brenda dhe ne kemi drejt në të rast. Pra, a kam të drejtë të pyes që ju ajo që po e shkatron jo vetëm Partinë Demokratike, por në përgjithësi gjithë sistemin dhe politikën shqiptare është që ne nuk kemi arritur pjekurinë për të pas një funksionim normal të partive politike dhe kështu që këto parti politike janë pabesueshme për na ndërtu pastaj demokraci në përgjithshme dhe për kriju një raport vlerash qoftë në administratën. Pra, ne akoma jemi tamam si ndysjarët e partizan që marra unë pushtetin edhe vimat e që është ai që fletë ke krevati mretis, s'pe kujtoj filmin të shi. Po, pra, a duhet ju spari, kur flas ju drejtohem ajo pjesë që ka mendimin tuaj. Pra, ne kemi kriju parti klanore dhe partia
Demokratike në këtë moment fakti që po bjerret, përveç presionit pozitës, unë jam kundërshtar në këtë punë të bëj, do të mundohem skarroj ty sa më shumë. Lene të parimet morale që flesim, se parimet morale po i shoh edhe në Perëndim dhe Shtetet e Bashkuara tash më. Domethënë që janë vënë pikpyetje shumë gjona. Problemi është ti si do të kundërpërgjigjesh kur ti vet domethënë nuk them ju personalisht, po ju si parti i drejtoheni për këto vjedhje votash, manipulime votash, mungesë vlerash demokracie, etj, i drejtoheni pozitës kur ju vetë nuk i keni dhe jeni në gjendje dëshpëruese me këto dhe prandaj ju shkoni gjithmonë më poshtë dhe nuk arrini të afroni njerëzit që nuk duan të votojnë për pushtetin, dhe është normale për një pushtet të zgjatore, të lodhore, me afera, me kujdjon, por në anën tjetër nuk votojnë as për ju. Dhe unë ja thash pak përpara në bisedë, ore çfarë do bësh ti për të tërheq mua si Ilir për të votuar për ju? Në këtë gjendje që është Partia Demokratike, nuk e them unë, nuk është mendimi im personal, është mendimi i përgjithshëm dhe këtë tregon dhe zgjedhjet. Çfarë do të bëni ju? Se në radhë parë ju si thon, unë po t'jap me ty, po do të jem unë modeli herë në radhë parë. A jeni unë këtë gjendje për të kriju një model? Shikoj Ilir, ti the që politika nuk ka moral, po minimalisht duhet të ketë një lloj serioziteti. Nuk thash moral në kuptimin e Po kësaj. edhe në Europën edhe perëndimore thot politika është e pa moralshme, po duhet ketë një moral mrena i moralitetit politik. Qartë, unë them që duhet ketë një lloj serioziteti. Këtë mendoj unë edhe këtë të paktën këtë jam unë për me sjell domethënë në hyrjen time politiku. Për mua është hera parë në jetën time që kandidoj për deputet. Unë vij nga gazetaria, kam mbaruar të lartë në gazetari, kam qenë veprimtar i Po, keni qenë aktivist i madh. Aktivist i kauzave civile, nuk kam pas ndonjëherë, me të thënë drejtën, shoqat. Nuk kam marrë ndonjëherë fonde në jetën time, gjithçka e kam bë në mënyrë autodidakte me ndihmën e disa shqiptarëve për disa kauza, nuk kam bë namin, po aq mundësi sa kam pas. Jo, kam ndjek edhe kjo është shumë e rëndësishme se më fal që po ju pres. Po. Edhe kjo, këto që marrin fonde njënën e tjetrën dhe na dalin pastaj si etalone e kanë fjalën për këto partitë e reja. Në radhë parë na bën një herë transparencë, sepse ju siç thotë keni bë vetë me atë makinën tuaj ju kam ndjek. Me benzinën tuaj keni shku me një mund qytetarët e këte keni kriju, domethënë në modelin social keni kriju një simpati. Dhe ky do të jetë modeli. Pra, se ide kanë gjithë, por problemi është mbështetje financiare. Dhe sot kriza politike është se partitë e mëdha kontrollojnë gjithë, kanë mbështetje financiare të mëdha, plus pastaj kanë kriju pasuri gjatë kohës që kanë qenë qeverisje njërin tjetrën. Kështu që nuk është e lehtë. Nuk është e lehtë. Me të thënë drejtën, prandaj ta thash, unë nuk kam qenë në pushtet pra, dhe fushata ime ka qenë krejt modeste. Unë kam harxhu jo më shumë se 6 milion lekë të vjetra në fushat dhe javës tjetër unë e bëj transparente dhe i dorëzoj gjithë dokumentat se i kam ngarkuar elektronikisht. Faleminderit shumë. Fal që po ndërpresë. Kjo është shumë e rëndësishme, se unë kam kërkuar nga fillimi, jo vetëm sot, por ka vite që kërkoj. Duhet bëhen transparente të gjithë shpenzimet që bëjnë partitë politike, sa aty del. Më qifen shpenzimet. Ato shpenzimet që kam bë me forcat e mia, me shoqërinë time, me njerëz saktum, cilët më kanë ndihmuar. Nuk ta akuzoj kush për këtë. Hiqje për flas, jo, jam shumë i qartë, as vota nuk kam ble, jam njëri. Edhe lëvizjet tuaja, domethënë që keni bë për shoqërinë civile, për këtë e din gjithë, domethënë për këtë nuk ja akuzoj njëri, rrini i qetë. Jo, doja edhe unë me thon, për pse e thash këtë gjë, se unë jam një nga ato kandidatë që kanë bërë kandidat partive të reja që i akuzojnë. Po, ke llapajnë dhe nuk i përgjigjet akuzave. Po përgjigjet me një mitomani që vetëm po të vrisni mua, ndaloni mua. Pa nuk të vret njeriu llapaj se nuk ka aq vlerë sa me të vrap, ha. Me të thënë drejtën Ilir, unë kam bë thirrje spakut që këtë telefonin që kam këtu me vete ta vendosin për gjim. Kam qenë një kandidat i vetëm Republikën e Shqipërisë. Unë kam as detyrim, po i kam thonë kur delet vitamorin telefonin. Po pra, pse e bëra unë këtë? Për me tregu që në rast se ka kandidat tjerë cilët kanë probleme me telefonin e vet, atëherë spaku, i cili ishte i dislokuar më shumë ti në qarkun ton, ka pas një task force ndryshe nga të gjithë qarqet e tjera, sepse ishte qarku problematik Durrësi, dhe këtë gjë ja kam thënë, domethënë krejt hapur, dhe unë kam punu, kam dalë 12 natës, në 3 mjesit, në 7 mëngjesit, vetëm tek pull, gjithë ne kam bë fushat për mi u kërku qytetarëve mbështetje. Tani se më preke pak me këtë?
më falë që po të pres prap, e bën njeriu që o i qetë me ndërgjegjen e vet. Edhe unë kam edhe kërcënime dhe gjona, i kam thonë një këtu jam unë. As kam bodyguard, as kam njeri, as pse? Jam i qetë me ndërgjegjen time. Kështu që nuk kam frujt njeri, as se po më kap njeri për këtë, për atë. Kështu që njeriu që o i qetë me ndërgjegjen e vet, nuk ka nevojë me e kthy kokën mrapa me pa kush po i vjen mrapa. Sigurisht, unë pra këtë lloj fushate kam bërë dhe unë kam marrë dhe vota gërjet. Dhe janë tralla këto modele në Shqipëri. Ne duhet ta japim për këtë model. Prandaj se domethënë hyrja në politik ka dhe i lloj mesazhi, nuk ka rëndësia bëhesh deputet apo s'bëhesh deputet, sepse nuk është vetëm salla ku vendit që ti bën politik. Ja ne çfarë po bëjmë tani. Pra në këtë hapësirë që ti ke, ne po bëjmë politik. Ne po flasim për kodin zgjedhor, po flasim për deformimet, për votën etj. Prandaj unë nuk është se jam i mërzit në kuptimin që do hyjmë në parlament apo jo. Megjithëse asgjë s'ka mbaruar se unë do hapim, do numërohen kutit. Dhe do të shikojmë aty janë 580 kuti. Në mundi kutim kanë 2 vota. Tani të shohim se si do shkojë ngjarja etj. Unë jam shumë besimplot që vullnetin e qytetarëve do ta çoj deri në fund. Pse? Sepse kur i kam kërkuar votën në lirë, më kanë bëj pyetje, "Aulon, do ta japim votën, po do na emrosh dot votën apo jo?" Unë i kam thënë po. Dhe mbrojtja votës pas ka shumë të panjohura përpara. Kështu që unë do të shkoj deri në fund kësaj betejë, sepse ndryshe mu nuk më japin më votë njerëzit. Sepse më thonë ta dham dhe ti nuk na e mbrojtë dot. Pra është një kontratë me qytetarin kjo gjë. Po të paktën kur ti të bësh luftën deri në fund për ta mbrojtur këtë votë, nuk je gjeni me emëroj sepse ky është sistemi. Po patjetër. Por ka një problem tek ajo që ngritet ti me shumë drejt. Ne folëm për një vend si Kruja, që është një qytet historik. Dhe është një qytet që i ka dhënë Shqipërisë. Ne në Fushkruj kemi Albanopolis, nga ku ne kemi marrë emrin Albania. Është një vend që njihet ndërkombëtarisht në të gjithë botën. Pra ka qenë kryeqyteti i Lirisë lashtë. Ptolemeu kur u mundu të bënte hartën e botës, si pikë referimi mori Albanopolis. Është 3 kilometra nga Fushkruja. Tani çka ka ndodhur me Fushkrujën dhe me Krujen? Janë qytete të cilat nuk kanë asnjë deputet, as nga PS-ja, as nga PD-ja. Po ky është kodi pra. Janë mbi 40.000 vota. Kanë votu 40.000 qytetarë aty, kanë votu PS-n, PD-n, Mundsinë, Partinë e Lapajt, Partinë e Qorrit, partinë ndryshme domethënë dhe nuk kanë asnjë deputet. As nga PD-ja, as nga PS-ja. Në legjislaturën e kaluar kishin 4 deputet. Venali. Kësaj radhe si pasojë e kodit dhe renditjes larg në listat hapura të kryetarëve të partive, e gjithë kjo zonë mbetet pa deputet. Pa nuk është ky një deformim, si mund mos jem unë kundër kodit zgjedhor, ku ne kemi një deformim të tillë. Pra nga të gjitha forcat politike vjen kjo gjë, sepse normalisht njerëzit më afër kryetarit janë fut në listë mbyllur dhe njerëzit që nuk kanë qenë afër kryetarit qëllon mos të jenë as nga Fushkruja as nga Kruja. Ky është kodi më katastrofë, nuk e diskutoj këtë fare. Por ajo çka unë do të diskutoj, Alon, është që ju jeni antar i Këshillit Kombëtar. Po. Dhe kur i diskutu për këtë kohë, dhe shkurt bën marrëveshje pikërisht, që mund ta kundërshtojnë. Rama mund të kishte numrat dhe mund ta aprovojte. Por këto ran dakord për këtë kohë. A pat një debat mrena Partisë Demokratike? A pat një, me i thonë, domethënë se edhe mos ta kem, edhe mos jetë perceptimi imi, është fakti. Që jo vetëm Partinë Demokratike, ku do partitë tona dhe ato partitë e vogla që s'kanë rëndësi fare, kryetarët nuk lejnë debat, nuk ka, se çfarë është partia foni funit? Është një bashkim vullnetar, ne sigurisht ti je kryetar, do dalim pastaj me një vendim, por amon do të diskutohet me partisë, unë nuk jam ushtar i joti, unë jam ushtar i joti në kuptimin për të shërbyer partisë, por nuk vin parti si ushtari Sali Berishës, apo i Edi Ramës, apo i Fatmir Mediut, apo një e para. E dyta, përse Partia Demokratike duhet diqte antarët e saj për të fut Fatmir Mediun, apo atë të grekëve, si e ka e Tomonjes? Dulen, apo dhe partinë e Çamëve të Idrizit. Kur këto parti ne dim shumë mirë që janë përdor për kanë kalu Ylberin sa herë ka qenë nevoja për të marrë postë biles janë zgjedhur në këtë koalicion dhe kanë kaluar pastaj me qeverinë për të marrë një nëndrejtora, një zëvendësministra, një shkurt ta themi për të vjedh. Pra, nëse ju që jeni poshtë nuk i bëni presion atij që është nalt,
sigurisht gjendja do të vinë në këtë situatë. Dy momente, se janë dy pyetje brenda. Çështja parë është tek Këshilli Kombëtar. Unë personalisht kam qenë kundër marrëveshjes 2008-s edhe kam shpreh, kam qëndrime publike për këtë. Po, e di me qartë. Kjo është e para. E dyta, për sa i përket Këshillit Kombëtar, unë si gazetar tek ai emisioni që bëja unë, sado modest ishte, kam bë mbi 10 emisione kundër kodit zgjedhor që u vendos me dakordsi. Të ta them me sinqeritet dhe kam kryetar të partive të vogla, të cilët kanë qenë më të prekura dhe kanë çudhën kushtetuese, domethënë kodin zgjedhor. Ky ka qenë momenti. Unë kam bajt qëndrimet e mia gjithmonë aty. Unë ushtar rreshti nuk jam. Unë jam një njeri që kam thonë menimet e mia më aq hapësira sa më zhdhën, sepse kam qenë dhe i censuruar media. Tani për hir të vërtetës kohët e fundit kam filluar duke dalë më shumë, sepse nuk më kanë marrë, nuk më kanë ftu. Tani si janë problemet e medias në Shqipëri ti i di më mirë. Te momenti pra ka pas debate, ka pas njerëz që kanë folë aty. Domethënë pavarësisht se këto mbledhjet bëhen me dyert mbyllura, kur ka përplasje përgjithsisht bëhen me dyert mbyllura. Pra marr një fjalë në fillim dhe pastaj sigurisht që vendimarrja ka çuar atë pikë. Por unë që jam kundër kodit zgjedhor, për këtë e kam me fakte, pra kundër këtij kodi. Në raport me koalicionin, unë gjykoj që Partia Demokratike duhet të rishikojë marrëdhëniet me partitë aleate. Për mendimin tim kanë marrë shumë këto zgjedhje. Kanë marrë shumë. Po pra pse? Dhe këtë nuk e di, dhe sigurisht që këto do të bëhet edhe përgjegjësi. Nëse ndjehemi fuqishëm, po të garantojnë që ato parti që ishin, ndaç partia e këtij Omonjas, ndaç ky Idrizi, ndaç Fatmir Mediu, le të provojnë një herë veten të ballafaqohen me forcën e vet. Ai marrin deputet. Pra përse dhe këtu fillon pastaj edhe ajo është njerëzore që unë po prit Allah, unë po të kontribuojnë këtë parti, ti ma merr këtë ma fut peshqesh. Unë mendoj që duhet apo Mediu ka lidhjet e mëdha që gënjen nga mjesin dark me sen. Do ti qisën fotografitë i sa të dush me senator, me kongresmen. Çfarë? Shiko, unë mendoj që duhet ridimensionu marrëdhënia me aleatët. Unë nuk e di se në çfarë lloj proporcioni janë marrë, domethënë vendimet për t'u dhënë X deputet Partisë Lirisë apo. Jo, më mendon ti atje djalisti, gazetari e gjitha. Mendon ti se i kanë dhënë pikë këto Partisë Demokratike në të kundërt e kanë dëmtuar, mendoj unë. Unë nuk e di a e kanë dëmtuar apo jo, po unë gjykoj që nuk kanë aq shpesh sa me marr aq deputet. Këtë e mendoj. Dhe këtë prandaj ta thash që duhet ridimensionu edhe herë koalicioni. Në rast se ka i koalicion, sepse zakonisht unë shikoj që këtu ka lëvizje, domethënë sa merret mandati deputetit, këta pastaj bëjnë si të pavarur. Pra e marrin mandatin. Ose si pavarur ose kalojnë në anën e pushtetit. Jo, u tregova çik më kështu domethënë. Më etik. Po pra, kështu që unë gjykoj që ky është moment shumë delikat, domethënë që duhet pa më shumë vëmendje, sepse zgjedhjet kanë marruar pa diskutim. Dhe fakti që këta kanë garantoj që zgjedhjet nuk kthehen më. Jo, unë nuk e di a kthehen më apo jo, por unë di që domethënë pesha e votës madhet e vota personale. Fakti që disa prej këtyre kanë marrë vota, domethënë më pak, jo vetëm se unë, po më pak se edhe kandidat tjerë, tregojnë që nuk e kanë justifikuar marrjen e mandatit në listë sigurt. Kjo është pak po e sigurt. Dhe kjo ka ndodhur në disa qarqe të Shqipërisë. Ka ndodhur në Tiranë, ka ndodhur në Fier, ka ndodhur në Durrës, ka ndodhur. Jorit e Tabaku dhe Ali Mehmeti këtë di për fakt kanë marrë më shumë vota se çka marrë gjithë Partia Demokratike bashkë. Jo, kjo nuk është e vërtetë. Jo. Partia Demokratike normalisht ka më shumë vota, se edhe ata nga Partia Demokratike i kanë marrë vota, domethënë. Jo, dakord, po ato i kanë marrë si individ, Jo, individ po, me siglën e Partisë Demokratike, po, patjetër. Jo se ajo listë hapur. Jo, domethënë ka pas vota që kanë qenë, nuk është votuar Partia Demokratike, është votuar vetëm emri. Ke drejt domethënë në këtë aspekt, por sigurisht që votat më shumti ka qenë domethënë Partia Demokratike dhe kandidati në këtë rast. Po. Që ka qenë në njëjta kolon. Kisha fjalën këtë mënyrë që këto të dy kanë marrë sa 17.000 Orida, 15.000 ky, 14.000. Jo, më shumë 18.000 ky, 20 e ca, domethënë gati te 40.000 ja bash. 40.000, sa vota ka Tirana gjithë? Po doja nuk e di sa vota ka, nuk jam i qartë, po më shumë sigurisht më shumë ka, po themi 80.000. Pra kur dy kandidat marrin 30.000 dhe gjithë partia merr 50.000, prit këtu kemi diçka gabim. Po ky është sistemi, pra ky është edhe kodi. Po dalim prapë ke sistemi, pra. Po pra, sistemi për mendimin tim, shiko. Unë personalisht jam për sistem magjoritar, personalisht. Edhe unë. Po kjo ndoshta është një tezë romantike e imja se këta nuk e marrin parasysh, e kam shpreh kudo, edhe nëpërmjet partisë, edhe në televizion, ku më çdo në raste etj. Aty ne kuptojmë pse humbëm ose pse fituam, se unë kështu nuk e di, domethënë, shiko çka ka ndodhur Ilir. Kur u bën primaret u ndola njeriu më i votuar në Bashkinë e Krujës. Po. Fitova unë primaret. Dhe nuk u futa në listë sigurt. Listë sigurt. Jo. Tash
Ti më erdhe një pjesë, vazhdo. Jo, ta marr me radhë, domethënë për me kuptu deformimin. Shumë mirë që ma Pra, fitova primaret, nuk u futa në listë sigurt. Pastaj, fitova Bashkinë e Krujës, domethënë fitum Partia Demokratike dhe unë dola kandidati më i votuar. Pra, fitova në Krujë, fitova në Fushkruj, fitova në Thuman, fitova dhe në Bupsh. Në 4, pra në një bashki dhe në 3 njësi administrative. Kam marrë mbi 8120 vota dhe prap nuk jam deputet. Pra, unë nuk e di se çfarë duhet bëj më tepër se kaq për me qenë parlamentin e Shqipërisë. A në opozita në pushtet është tjetër gjë. Unë jam pjesë e opozitës, ma kupto logjikën. Pra, e kam me parimin. Pra, ky është deformimi që kam ndodhur. Unë pra votohem vazhdimisht, dali pari, fitoj dhe ndërkohë nuk futem parlament. Tu kemi politikë klanore. Tashti problemi është, ju shumë mirë që e sollën vendet se e kisha këtë. Ju thatë që ju fitut primaret. Po, në Bashkinë e Krujës. Po, Bashkinë e Krujës, pra Bashkinë e Krujës, fitut primaret, kur u bën primaret. Ali Mehmeti fitoi në Tiranë. Jorita Tabaku fitoi në Tiranë. Ishte edhe një rast tjetër në Durrës, më duket në Kavaj, një që fitoi në Kavaj dhe në Kavaj, zoti Hysén Kadiu. Hysén Kadiu, tashti. Çfarë duhet të bëj mua, nëse unë do isha në pozicionin e juaj, që i nderuari dhe i madhi legjendari Sali Berisha bën primare për treguar që unë do të bëj demokraci, do të funksionoj demokracia me primare, me vlera, me kujtun. Dhe unë fitoj primaret dhe ky nuk i fut këto njerëz që fituan primaret në listë mbyllur. E para është tallje me njerëzit. E dyta është ajo që ky tregon që nuk ka asnjë respekt për dinjitetin dhe për autoritetin e njerëzve. Sepse kushdo do jetë fyet, nëse unë futem në garë, ose se unë të futem garë me ty, dhe arbitrat e japin a forfet ty. Unë kam fituar neshin. Dhe e treta është, po këto kandidat, në këtë moment që ky thyen marrëveshjen, se çfarë kemi të bëjmë me marrëveshje. Pra, nëse unë bëj një marrëveshje me ty, le ta marrim biznes thjesht. Ti më thyj marrëveshjen, unë hiq i largohem. Pra, a duhet të largoheshit ju në momentin që e parë që ky u thyu marrëveshjen, mërë zotëri, na futen garë. Pse na lodhe, mos na futin garë, se Edi Rama, pakte nuk i futin garë. Tha do ta bëj kështu edhe u maroj ky film. Kurse ky i futin garë për tregu që ky do të bëj demokracie, ky do të fusi vlera dhe si i thonë Amerikan, all the horses cannot learn the new trick. Ky tash nuk mund të ndryshojë më, ky vetëm bëhet më keq. Pra, unë po tisha, si e kam menduar. Në këtë moment, unë nuk do të pranoja më që ti isha kandidati PD-s, sepse duke i vu këtë model, që ti nuk mund talësh me mu, zotëri, se unë s'ka marrë tu për nevojat tuja, në bunkerin ku je ti, e në halët e në problemet që ke ti, me non-gradën, e me familjen tate, e me korrupsionin, e me krimet që ke ti gjatë ty në 30 vjetë, unë largohem. Shiko, nuk besoj që është kështu politika, do më thënë, po t'isha kthy mbrapsh, do kisha bot njëjtin veprim për çarsye, sepse unë doja me provu veten time tek listat e hapura, patjetër. Për me pa se cili është raporti im me politikën. Unë kisha marrë një vendim që në rast se unë Jo, më fal, e kam këtu, nuk diskutoj ty unë, dhe shumë mirë bone, por në anën tjetër, si thonë amerikanët, you screw me once, shame on you. You screw me twice, shame on me. Ti do më thonë, e kuptova çfarë po thua. Se du ta them atë fjalën në ndyrë, ti më shkërdhe mu një herë, për ty, ti më shkërdhe. Jo, është faj. Shiko. Nuk është ky thelbi mendoj unë. Thelbi është që cili është raporti yt me politikën këtë rast. Pra, unë gjykoj që po t'isha kthy mbrapsh do kisha bot njëjtën gjë sepse e para doja me provu veten në raport me njerëzit dhe për me kuptuar se ishte hera parë që kandidoj, patjetër. Dhe besoj që gjithë ata që dolën listë hapur kishin një test me veten. Ata që ishin listë mbyllur nuk e kanë kuptuar akoma sot e kësaj dite sa vota kanë marrë. Si majta si djathta, ëh? Absolutisht. Pra kjo është një paqartësi, pra ti je deputet, po se kupton pse je deputet. Sepse shumë dakord. Nga ana tjetër fiton partia. Sistemin, nga do fillemi vim prapë ke sistemi. Pikërisht pra se atë po godasim sistemin. Që do të thotë, nuk ishte dilli im ose marrëveshja ime që do jem patjetër në listë mbyllur. Kupton? Thjesht duhet garantohej një lojë e pastër brenda lojës listave të hapura. Kjo ishte ideja e gjitha. Ç'a ndodh tani? Ne u futëm në garë me shpat druri
dhe përballë kishim një njerëz që gjunde me mitroloz. Pra që është qeveria në këtë rast. Sepse partia dhe shteti nuk u ndan, ne kemi raportin OSBE-ut direkt se do ta presim deri në fund se çfarë do thotë. Dhe kemi garantoj që nuk rikthehen zgjedhjet. Zgjedhjet kanë marruar. Mund të ketë një ndryshim të vogël, por nuk tash të gjitha se kjo është çështje interpretimi. Domethënë edhe atë të Shteteve të Bashkuara interpretuan jo po ja drejtoi popullit, jo po ja drejtoi këtë. Ato janë mesazhe. Si të duk ajo ty Ilir, se tani po bëj unë gazetarin, jo vetëm një pyetje. Po, ne jemi në debat se po, jo vetëm pyetje, ajo mesazhi i Amerikës. Me që ke jetuar atje dhe ke fare klimës që u kriju, ato vepruan në mënyrë diplomatike. Sigurisht rezultati i thellë nuk i ka kënaq. Ato e dinin që Berisha nuk vjen fushtet dhe nuk e duan atë. Fakti që këtu fillon defekti i Partisë Demokratike. Si mendon një njerëz që është non grata nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nga Anglia, dhe pastaj lojnat që u lujtën me Civitan, e Dreqin, e Birin, don tregon fakti sot. Nuk mundet ato të shtesë njerëz që e kanë non grata. Dhe ky njerëz këmbgul akoma dhe vazhdon këmbgul dhe po e çon keq më keq opozitën. Dhe mesazhi i tyre ishte, duke pa këtë situatë, se edhe pushtetit tepërt i pushtetit aktual, dhe këto vota, 83 vota, ato dhanë një mesazh diplomatik. Pra, ishte një mesazh i çuditshëm, pra, nuk është se ishte dhënë në këtë lloj forme. Por ishte direkt, çfarë, se e kam interpretuar këtë. Thotë do të mbështesim, urojmë popullin shqiptar njërin tjetrën dhe do të vazhdojmë partneritetin ton strategjik dhe politik me Shqipërinë. Po partneritetin me çfarë do vazhdojmë? Do vit në kapi mund rrugë, ai apo ty apo tjetër, jo, me qeverinë do vazhdojmë, apo jo. Marrëveshjen me qeverinë bëhen. Kjo ishte një moment shumë delikat, domethënë në raport edhe duhet kuptoj se cila është qasja amerikane. Mos harro. Qasjen amerikane, qasjen amerikane, dhe kjo është normale se ne themi politika është interesa. Leni të themi ne na kanë zemër, na ka në shpirt, na ka kështu. Politika është interesa. Ti shifet çfarë ndodh. Në këtë moment G7 u mblodh Kanada për çështje ishte agenda për çështjen e Ukrainës. U harru Ukraina, plasi Irani. Po, është çështje. Imagjino tash kush po e ka mendjen për ty në një rajon si Ballkani apo një vend si Shqipëria. Fati keq i joni pastaj. Po pra, fati keq i joni. Se këtu duam emision tjetër, nëse ne nuk kemi ditë ndërtojmë politik afatgjat qoftë me aleancat dhe qoftë për forcimin e vendit tonë. Ti në këtë situatë që jemi, ne shife marrëdhëniet tona në një kohë që çdo gjë mund ndodhi në botë, sot bota i dakord me mua është në një pikpyetje të madhe. Çfarë po ndodh? Çdo gjë mund ndodhi, a jemi të përgatitur ne si komp? Çdo gjë mund ndodhi. Sa herë në histori kanë rru interesat gjeopolitike. Pa ishin anglezët amerikanë që na lanë 45 për 50 vjet në komunizëm dhe nuk hapi njëri gojën. Shumë e drejtë. Pra, ne vetë sa jemi të përgatitur. Ne vetë si komp, ti ke dy shtete shqiptare dhe nuk ke marrëdhënie shif Kurti, nuk arrin të ketë komunikim me, nuk është puna Ramës me qeverinë. Nuk arrin të urojë Ramën qoftë dhe formalisht. Pse? Se ne jemi feudo beraktar në konceptin e shtetit. Ne nuk kemi, ne akoma nuk kemi kriju dot as shtetin e drejtës as shtetin funksional. Ne jemi urra burra edhe as të shteti së drejtës jo që nuk jemi. Ajo, se kemi pas, se kemi akoma. Po, ka disa element që të quhet shteti së drejtës, po duket të shteti ligjor që na qenë komunizëm, por nuk e di a jemi tani më të shteti ligjor. Po them shteti së drejtës. Po pra, se është koncept. Ore ligj ka pas dhe diktatura, ligj ka edhe. Unë jam për shtetin e së drejtës, absolutisht. Absolutisht. Shumë drejt. Tash ti se Jo, dakord, jo që të qëndrojmë pra te pika që the. Unë gjykoj që ne fjalë zgjedhjet nuk do të tjetërsohen, mbaroj kjo punë. Shiko. Edhe as nuk ka kush interes tash, edhe nuk ka dy momente. Nuk është, m'fal, edhe do të flisni ju. Nuk mund tjetërsohen zgjedhje që kanë një diferencë 300.000 vota, nuk është 30.000, janë 300.000 vota. Hajde po t'i japi pas ka vjet pushteti 40.000, 50.000, por nuk mund vjedhë 300.000 tash drejt. Ilir, duhet nalem në një moment. Pra, unë kam këtu që Partia Demokratike refuzon të kuptojë që nuk kupton gjendjen ku është. Shiko, duhet ndalem në një moment. A ju ka bërë përshtypje që janë disa kandidat për deputet, tani më deputet që kanë marrë diku te 21.000 vota, 20.000 vota. Një nga këta është në qarkun e Durrësit.
tek Partia Socialiste, i cili në vitin 2021 konkuroi dhe mori 2500 vota. Pas 4 vitesh merr 21000 vota, më shumë se Edi Rama. Se Edi Rama ishte deputet i Durrësit, mori 15000 vota në 2021. Ky njeri ka qenë thjesht i drejtor kadastre. Pra ka qenë një njeri që nuk ka bën gjë të madhe për Shqipërinë. Nuk ka në emër, nuk ka majt fjalime brillante në parlament, nuk kishte folë në parlament e tjerë. Si ky ken fier, ken disa qarqe të Shqipërisë. Këto janë mandate me flamujt kuq i quajnë. Dhe si ka mundësi që këta njerëz marrin nga 21000 vota? Kjo më shqetëson mua këtë rast. Dhe duhet shqetësoj çdo intelektual shqiptar, sepse të marri Erion Braçe po flas. Mund t'i marrë 21000 vota, Erion Braçe. Është njeri që ka rrjer politike, ka fibër politike, bile ka luajtur dhe opozitën e opozitës. Është i njeri që opozitën e opozitës. Ka bërë domethënë politik apo jo? Dhe disa bi dakord është sa tjetër. Ndërkohë disa njerëz tjerë anonim marrin kaq vota. Këtu ka i problem. Këtu ka i problem. Olon. Qeverinë nuk i njoft 90% qeverisë. Po. Ne për anonimat jemi llatar. Jo, dakord. Se nuk kemi ndonjë sistem vlerash. Se unë nuk po them mund të jesh, këtu jam dakord me ju, mund të jesh njëri i ri, po nuk mund të vish nga hiçi dhe të bëhesh kudo në botë. Do të jesh një njeri publik, do të kesh treguar ca vlera, pra këtë po them. Karizmën, atë detyrën që bë, jetën për shembull ti je njoft për atë jetën e shoqërisë civile që jemi komunitet, njënën tjetër me kjo Covidi, tërmeti. Pra, mos e vërtet. Kurse këto njerëz vinë hop, puf, si len kaçuka. Ky është problemi pra që kemi neve dhe këtu duhet majmë qëndrime. Pra, shiko, i bie tani që njerëz të caktuar, të interesave të caktuar kanë mbështet këta në mënyrë çuditshme për mendimin tim dhe këta do jenë nesër ligjvënëse që për mua, me aq informacion sa kam unë, këta nuk do jenë fare, se këta do eliminohen. Këta do eliminojnë Spaku. Dhe këtu do i bëhet një makjazh Ramës në këtë rast që do hiqen 2 nga Durrësi dhe do vinë 2 tjerë që ndoshta s'kan lidhje me krimin e tjerë. Problemi ishte që mos t'i lenim që të fitonin mandatin, pra që të bëshin zgjedhje të lira dhe të barabarta. Ky është problemi që kam unë në këtë rast. Kjo nuk u arrit. Kjo nuk u arrit nga Spaku. Defekti. Këtu e kam sulmu Spakun, se unë Spak isha para ca ditësh, çova një padi për Këshillin e Ministrave që falen gjoba 2 ditë para zgjedhjeve. Unë e kam bërë atë kallëzimin penal. Kryeministri Rama nuk kishte marrë pjesë tek ajo mbledhja qeverisë, e kishte drejtuar Belinda Balluku dhe nuk mund t'i falesh ti gjoba 2 ditë para zgjedhjeve. Se ndiko drejt për drejt në rezultat. Ma pushoi Spaku çështjen, tha nuk ka fakt penal. Dje isha në gjykat GKKO dhe ankimova vendimin e Spakut. Unë gjykoj që ka fakt penal. Sepse nuk mund të falesh dot. Unë jam pro faljes gjobave, që ti jem kreti sinqert, domethënë, jam pro. Unë jam ndoshta shqiptari më i gjobit për Covidin. Sepse kam qenë te protestat e teatrit kombëtar. Unë jam kundra. Pse? Unë kam 35 vjet në Amerikë, unë nuk di që të më të falur gjoba. Të falur gjoba. Janë disa gjoba i lirë që janë çuditshme që kanë ndodhur në Shqipëri. Ta them me sinqeritet. Jo, jam dakord. AKU-ja, IKMT-ja, IMT-ja, Policia Shtetit, Policia Bashkiake edhe shëndetësia për Covidin. Jo, ne duhet krijojmë se ajo gjobat e Covidit ç'a do i mash më. Ajo çka ndodh, jam dakord për sa gjona. Ajo çka ndodh, po pikërisht edhe gjobat e Covidit janë vënë sepse ne nuk dim të respektojmë ligjin dhe shtetin. Dhe ne kemi vrarë shtetin, Alon. Ne kemi vrarë shtetin dhe këtë do ta paguajmë për kohë gjatë. Dhe shteti u vra përfundimisht që ram tokë në 2 gjunjt në 97-ën. Shteti është autoritet kudo, edhe në demokracitë më të mëdha, Alon. Kur të vje polici ke makina, përse këto shqiptar, këto cuba, këto trima, në Amerikë, në Europë, rrinë sus majmun, i respektojnë rregullat 1 për 1. Përse bëhen si cuba këto? Se ne kemi vrarë shtetin, pra. Kemi vrarë shtetin, dhe këtë ne do ta paguajmë për kohë gjatë. Se demokracia nuk o anarkisë, sot po diskutojmë në lidhje me Cromwellin, dhe pastaj ishte pikërisht Thomas Hobbes që ishte kundra mbretit dhe në fund u kthy për të vuar mbretëninë absolute, se tha më mirë një mbretëni absolute se sa anarki. Pra, anarkia nuk është e mirë në asnjë vend botës, se i ka dhënë po. Kjo si natyrë jam anarkist. Po qartë. Vet. Po problemi është që logjika ku ç'a. Pra të gjitha këto ne do t'i paguajmë dhe ajo çka ne do të paguajmë me unë dhe këtu mund ma sikoshti, ne sa do të flasësh ti propozitën, po bi gjithë notën dakord. Problemi është ti që
do të vish pushtet ç'a modeli je. Nëse ti je i njëjti model apo më keq, atëherë përse do të viun këtu? Përse do të afrohem këtu? Pra, a kemi demokraci brenda PD-s apo funksionojmë si kryetarokraci dhe si kryetarokraci me emrime nuk mund të ketë funksionim demokratik dhe as vlerash? Dhe kjo po ndodh. Lene ti gjykos, do të filloj me pozitën dhe gjykojmë nga mjesi deri në darkë. Unë du modelin që do të muni këtë pozitë. Dhe deri më sot ne nuk e kemi këtë model. Dhe në tregon dhe fakti. Dhe unë po të garantoj që nesër të janë lloj zgjedhje mas 3 muajsh në këtë gjendje që është PD-ja sot, po të bëhen zgjedhje dhe më keq do të shkojë rezultati. Pra, a ti he rregullo çatin tate, shtëpinë tate që është PD-ja. Mas ne të vesh gjishtin në shkollaj. Shqipëria është në një proces dhe ky proces nuk po hecëm në normalitetin e vetë. Pse? Na ka ndodhur një 97, na ka ndodhur një 98, na ka ndodhur një shkatërrim i gjithë. Ore, kupto ti ç'është bën me ushtrin më këtu. Janë shkatëruar me tanke, me sot ti je në një gjendje lufte, po funksionojnë më ata. Ne jemi pjesë e NATO-s tani. Po mirë, je pjesë e NATO. Po pra, dhe aty e kemi garancinë më të Po madhe. ajo është shqyr zotit që e kemi, se po nuk dim për Kosovën ç'no. Po pra, për mund bëhet Kosovës pazar. Unë gjykoj që Kosova ka qenë gjithmonë interesat amerikane dhe me këtë kemi jetuar, domethënë, gjithmonë. Tani ideja është për ushtrinë, unë kam qenë skeptik në herë që kena pas ushtri, me thon drejtën. Nuk jam i aftë që të gjykoj sepse nuk kam mbaruar shkollë, por gjithmonë ne domethënë vendet e vogla si puna jonë është mbështet nga i fuqi e madhe. Pa diskutim, pa diskutim. Kjo është historia jonë tani. Ore, pa Kemi diskutim dhe nuk është fuqia ushtrisë. Po pra. Enver Hoxhës që e majti këtë vend kështu. Ishin ekuilibrat dhe interesat e fuqive të mëdha që e lanë det boj si det me venen e vet, po dalë ajo që 45 vjet nuk foli njeri për diktaturën tu, sepse as Italia që e kishin fqinje nuk thoite i fjalë. Jo. Dhe as zëri Amerikës që se mamën deri në vitet 84. Unë se majmen, po e kam lexuar historinë dhe kështu është. Nuk thoite as i fjalë. Po pra. Kështu që ne problemi tani të demokratizimi partive. Kemi partitë politike edhe këto të ashtu quajtur parti të reja, se këtu e ka pas problemi. Mbaje fjalën se duhet bëjmë dhe publicitet. Publicitet, Kantina Duka prodhon një verë shkëlqyeshme, është padyshim vera më e mirë në Shqipëri, sidomos Cabernet Special Edition. Shitet tashmë në Shqipëri po është në Ballkan, ka shkuar deri në Angli, pritet shumë shpejt shkojnë në Amerikë. Kantina Duka gjithashtu po ndërton disa bujtina në liqenin përreth kodrave dhe vreshtave nga ku prodhohet vera, të cilat do të jenë për të shkuar për të kaluar fundjavën apo qoftë dhe një javë pushime për të bërë hiking rrotull kodrave dhe sigurisht për të kaluar një kohë shumë mirë dhe me një ushqim excellent për kantinën Duka që ka dhe restorantin edhe për evente të tjera. Pra, po flitshim për demokratizimin e partive dhe partit të ashtu quajtura të reja, domethënë. Unë kam qenë shumë skeptik sepse modeli që kanë ndjek është pikërisht i partive të vjetra. Pra nuk ka ardhur ndonjëherë në organizim horizontal. 100% dakord. Domethënë nuk kemi pas një organizim horizontal edhe ato të ashtu quajtur të reja kanë qenë më të vjetra se të vjetrat faktikisht. Jam plotësisht dakord. Në mënyrën e organizimit flas, aty duket gjithçka, pra kulti i individit, kush është njëshi, personat pas njëshit kanë qenë totalisht anonim. Absolutisht. Pra ne njohim vetëm një person në parti. Po pra. Pra pjesa tjetër e partisë nuk njihet. Nuk njihet. Pra ky është problem shumë i madh mendoj unë dhe këtu në Shqipëri. Edhe fal. Aulon dhe këto janë djem të ri që kanë lind mas 90-s dhe i është fut kjo kulturë e vjetër. Kupto? Ne po shkojmë në vend që ta çmontojmë këtë kulturë, ne po shkojmë po
cimentojmë me këtë lloj mënyre që japin ata nuk mund të jenë dot parti antisistem. Ky është thelbi i saj. Jam plotësisht dakord. Pra nuk mund të jesh dot antisistem kur ti ke të njëjtin sistem partie siç janë partitë e tjera. Pra, kështu që prandaj është problem, domethënë, se shiko, këta janë krahasuar vazhdimisht me lëvizjen vetvendosje, domethënë, me çka kam paun, jo ideologjikisht, se ideologjikisht ata janë të majtë dhe është çështje tjetër. Jo të majtë, janë më keq se të majtë. Patjetër, pra janë neokomunistë historira të tilla. Tani ç'a ndodh? Mirë apo keq, lëvizja vetvendosje pati një lloj persistence, domethënë kur u fut për herë të parë nuk prodhoi mandat, pastaj prodhoi, priti 10 vite etj. Ndërkohë këta këta thonë ne marrim 71 mandate më vonë. Pra ky është problem shumë i madh domethënë në raport me të vërtetën që kanë dhe nuk mund të jenë domethënë këtë lloj deliri. Por pastaj cili është raporti me të vërtetën që ti i thu qytetarëve, se ti kur i thu qytetarëve do marr 71 mandate, këtu ka marrë gjithçka. Jo më ta themi cop, llapa e tha që nëse unë do marr një mandat, unë nuk do të hym në parlament. Nuk e di çka ka thonë, ta them. Po, e ka deklaratë. Nuk e di. Dhe më them, mos ato deklaratat e delirit që thonë jo, e mitomanisë edhe. Jo, e kam fjalën për gjithë, domethënë, nuk e kam fjalën vetëm për një. Është edhe tjetra. Këto parti po qëse të kishin një qëllim të mirë për të krijuar një koalicion, për të bërë një grup për të hyrë në parlament, këto mund të ishin bë bashkë dhe do të kishin më shumë mandate me këto vota që kanë marrë. Shiko, matematikisht i ke drejt që në rast se votat nuk do fragmentarizoheshin, sigurisht që do prodhoshin mandate më shumë. Problemi që ideologjikisht siç na e shitën këta thanë ne nuk bashkohemi dot domethënë ideologjikisht. Unë nuk besoj që ka një ideologji shumë të madhe këtu në Shqipëri, domethënë. Ta them me sinqeritet. Unë personalisht kam luftuar që Partia Demokratike të shkojë më djathtas, gjithmonë. Unë jam me parime konservator. Këto janë, domethënë, besoj tek Zoti, te familja dhe te kombi. Këto janë tre idetë mia të cilat jam mundu gjithmonë edhe debatet brenda Partisë Demokratike që i them ne duhet kthehemi më djathtas, nuk mund të shkojmë drejt qendrës, sepse ne jemi parti për mendimin tim që duhet shkojmë drejt konservatorizmit, gjë që në sfidat që ka bota sot, në gjykimin tim, ky është gjykimi im, hajde ta diskutojmë se edhe e majta është pasuri kombëtare, po jo e majta që shkon drejt shkatrimit familjes, për mua. Jo një e majtë e tillë pra. Nuk është ke drejt në një aspekt sepse është kriju kjo ideja që e majta liberale po shkatron familjen e jo çdo e majta, se un kam respekt për të majtën sepse e majta dhe e djatha janë ekzistenciale për me qëndruar në shoqëri. Kriza sot aulon botash pikërisht kjo dhe edhe vetë sistemi perëndimor kapitalist është krizë sot. Dhe kjo çka po ndodh sot në botë është krizë sistemi. Pra, tregu lirë është kriju për markatën dhe për qarkullu ekonomia. Politika, kur është kriju sistemi kapitalist, është kriju për të shërby publikës. Kurse sot kemi ardhur, siç jemi edhe këtu që themi në oligarkët, që i përmenim oligarkët, mund të përmenim me emra se s'ka problem. Politika i shërben këtyre dhe këto i shërbejnë politikës dhe është largu shërbimi publik. Është largu shërbimi publik. Dhe kjo po ndodh kudo në botë. Pra kemi një krizë sistemi para. Në çfarë kuptim është largu shërbimi publik, domethënë? Në çfarë kuptim është largu shërbimi publik, shkollat kanë ra. Këto janë për çfarë? Nga kjo lloj marrëdhënie që ka. Nga kjo lloj marrëdhënie fitimi, domethënë po kontrollon edhe llobingjët, edhe në Amerikë sot llobingjët po kontrollojnë politikën, politika po i shërben llobingjëve për tu pasuruar. Është krizë, është një korrupsion legal atje sepse funksionon me llobingje. Për shembull kompanitë farmaceutike janë mafia më e madhe. Po pra, të gjitha këto pra, qeveria sigurisht do t'i japi hapësira tregut, se nëpërmjet tregut funksionon. Do zhvillohet, por nuk mund të jetë politika në funksion tregut, se është në funksion publikës. Votën vjeta kërkon ty si qytetar, mu si qytetar. Jam dakord. Jam shumë dakord. E dyta, këtu kene pastaj është katastrofë sistemi arsimore njërin tjetrin. Ka ra sistemi shkollave. Dhe pse po zhvillohen vendet e lindjes? Sepse i kanë kushtuar vëmendje të madhe arsimit, paguhet sa i ministër arsimtari atje. Dhe në Amerikë për shkak kanë investuar tek arsimi. Kanë investuar tek arsimi, ke edukimi. Edukimi ka ra, po thuajnë gjithë botën është kriju kjo fitimi i shpejt, nuk ka njerëz më interes. Ora kanë Amerika emision. Nuk kanë interes afatgjat, edhe sa do rrohen. Pasurohen shpejt. Dhe kjo ka sjell pastaj edhe tash ajo që thoni ju me të drejtë, shkatrimi moral i familjes. Unë për vete jam njeri liberal. Parmon kam disa shina. Po pra, pikërisht pra. Kam disa shina. Te kjo e kisha fjalën dhe unë. Pra, nuk më shkoj tash si kafsha të krijoj
Ne Falë orgji me gruan time. Po pikërisht pra, ne duam të vendosim disa shina ose kufi pra. Po pra. Këto kufi të cilët nuk mund thyhen. Po, që ne kemi parë rëndom dhe rezonimet e atyre gjërave kanë ardhur në Shqipëri. Prandaj domethënë kam fol për këtë çështje. Këtu në Shqipëri kemi realizuar dhe një koalicion për mbrojtjen e familjes etj etj. Prandaj gjykoja që Partia Demokratike duhet kthehej më djathtas. Për sa i përket ideologjive tek partitë e tjera, pastaj këtu është rrumpallë e madhe dhe smerret vesh, sepse i djathi është sjellësi i majt. I majt është sjellësi i djathtë. Pra, Këtu jam plotësisht dakord. Ky është problemi i madh. Po të shohësh prej fillimit, se e djaliziut. Prej fillimit, politikat ekonomike, politikat sociale. Partia Demokratike i ka pas të majta. Dhe Partia Socialiste o bëhet djathtë kapi gjithë pasurit. Kandidun biznesmenët për deputetët e oligarkët e njënë të pra. Këtu na shton gjithmonë që Shqipëria në kushtet që kishte. Ka është sot mas luftës sot, dhe kjo është edhe kriza tjetër që është sot perëndim, ndarjet ideologjike kanë ra. Dhe kjo çka po ndodh tash në Iran nuk është më luftë ideologjike. Duam ta interpretojnë si luftë fetare, që edhe mund të jetë, ose edhe mund të krijohet se bota do të ketë të kundërtat. Po, por është luftë tregjesh. Është luftë tregjesh, nuk është luftë as për parime, as për morale, as për fe, as për demokraci, as për demokraci. Dhe një gjë u vërtetu me atë që ndodhi me atë lindjen arabe që u bën atëherë, demokracia nuk u importohet dot. Nuk importohet dot. Është çështje kulture. Dhe ne me gjithë gjykimet që bëj, unë mendoj që ne si popull nuk jemi të përgatitur për demokraci. Unë mund ndaj qasje tjetër këtu me të thënë të vërtetën Ilir, sepse ne demokraci kemi pas, domethënë si popull, asnjëherë s'kemi pas. Ku vendi burrave, po ta shikosh me vëmendje. Aty pastaj hyn folklorizëm. Jo, nuk është folklorizëm, është realizëm, sepse ai kuvendi burrave gjithmonë secili ka pas fol me radhë, secili respektonte njëri tjetrin, u bënin dhe ato votimet asaj kohe siç kanë qenë ato votimet e tjera. Pra kemi lloj tradite. Fakti që ne shkatruam traditën 50 vite këtu në Shqipëri. Ky është gjykimi im, siç e kam pa unë. Sepse qeveri demokratike në Shqipëri ka pas, por jo në ato nivele që pretendon ti. Dhe një ti po thut demokraci të kullume. Këtu demokraci të kullume nuk mund të ketë. Pra është ti i thut si i the demokraci. Ka ca të tjerë që i thon demokratur. Pra është një gjë që është e përzier me diktaturën dhe me demokracinë. Patjetër. Por që sigurisht që traditën në Amerika ne nuk mund të kemi, as si Anglia që është vend anglo-sakson e tjerë. Por fakti që ne nuk jemi njerëz me bisht të burr. Pra këtë nuk e pranoj. Jo, nuk jemi njerëz. Kjo është ideja. Nuk jemi njerëz me bisht. Asnjëri nuk ka njeri në këtë botë sot njeri me bisht. Problemi është që referojo historisë. Ti vjen nga një vend feudal. Në një vend që jam dakord me ty, u kriju një elitë, se këtu të tresi emision tjetër, unë diskutojmë se arrohem problemin e elitave. Se ne, u vranë u prenë elitat pra Ilir, se ne dim shumë mirë, familjet e mëdhaja që bën Shqipnin. Nuk është problemi familjet e mëdhaja. Jo, ajo ishte shift deklaratën e pavarësisë 1912. U kriju një lloj elite për pavarësinë e Shqipërisë. Po. Para pavarësisë, ishin gjithë, jo vetëm familjet e mëdha, po ishin kleri katolike, patjetër, absolutisht. Patjetër, shumë e vërtetë. Shumë e vërtetë. Jo, dakord, jo, e thash familjet e mëdha janë kuptimin. Familjet e mëdha mund kujton komunizmin me biografitë e komunizmit, familjet e mira, familjet e këqija. Jo, familjet e mëdha ta thash për kocca mbiemra. Ti vlen familjen e ke shumë mirë, po ti vlerën e ke si aulon. Qartë. Jo, nëse unë e kam bezdikte ne familjet e mëdha, ne. Fola për traditën, pra familjet me tradita, pra po të shikosh deklaratën e pavarësisë, emrat që kanë firmos aty kanë qenë emra të rëndësishëm. Jam dakord. Ajo ka shumë. Aty ke edhe klerin katolik, se ke Dom Nikol Kaçorri. Ka shumë për diskutu, duke filluar kjo me Ismail Qemalin, marrëdhëniet me Xhon Turqit, deklarata Ismail Qemalit se kalon tash që 3 muaj para se që më kujton Partinë Demokratike 3 muaj para se të hipej pavarësia në Vjen, ka deklaratën është gazeta që thot kush mendon se kush mendon që mund të jetojë Shqipëria jashtë portës lart, është armik i Shqipërisë. Pastaj mas 3 muajsh, tash këto janë diskutime gjata që janë dakord. Mirë, rrim të ajo që the që këtu kishte i bazë pra njerëzish. Kishte i bazë. Kleri, dhe kjo bazë njerëz pavarësisht se ne themi Ahmet Zogun e quajmë sa quajmë, po është njeri që krijoi shtet. Po. Absolutisht po. Autoritarist pa diskutim. Njeri që eliminoi kundërshtarët e vet pa diskutim. Njeri që
ishte i aftë për të kriju shtet dhe kundërshtarët e vet i vunin pozita të çoj Konicën që kishte bojë laq që të neroj Shqipërinë si ambasadori i Shqipërisë. Pra ky është burr shteti zgjuar. U bashku me te pra. Po. Se e ftoi të zyra dhe i tha ti sapo i shkele fjalët e tua, se e kishte shtruar me gazeta atë artikull që shkruaj. Shumë interesant. Dhe pastaj i thot Fanoli që dhe Feridi faqen rën Frym Bëlqit dhe Gjermon se Katrani zbardhëllon. I kishte për këtë. Po për këtë, për Konicën. Shumë drejt. Po kemi prodhu politikë, pra ja, kemi emra. Pa diskutim. Dhe mirë po kjo ishte një tharm që u prodhu. Dhe fatkeqësia jonë që vjen pushtimi fashist, hikën monarkia, vjen komunizmi dhe ne sot jemi produkt i njeriu të ri monstrës. I zhduku, pra, i zhduku. Dhe te monster po e transmetojnë dhe ato që u bën monstrën komunizëm. Pra, dhe komunizmi do të gjykon raport me kohën dhe rrethanat. Pra, ne, ajo që ka desha të them, është që për një kohë, nuk e ke lexuar librin tim duket. Po, Makedon. Për një kohë që ne kemi jetu vetë, unë kam të jem më i ri, unë kam jetu vetë, kam qenë dëshmitar, protagonist, të gjitha i kam pa me sytë e mi, unë dëgjoj sot një mal me rena, që tash është një punë si miti Sizifit për të karkuar herrenat që kanë bërë këto 30 vjet, që për qitë vërtetën. Pra, historia vërteton, çka ka Perëndimi, çka ka Amerika. Raporti me të vërtetën. Ne nuk e kemi ndërtu dot këtë raport. Ne kemi 33 vjet në komunizëm, që ato ishin shërtorët më të ndyrë të regjimit komunist. Do t'i filloj me emra, s'po i filloj për respekt. Dhe ato që ishin bashkëpunëtorë sigurimit, na dalin sot që kanë rrëzu regjimin komunist. Dhe si u kriju, pra, nuk është puna as për ndëshku, as për të vrasë, s'ka vra njëri, është puna për të kuptu çfarë ka ndodhur, pse na ndodhi, që mos na ndodhi prap. Pra, ti nuk mund të kesh të ardhme pa kuptu të tashmen dhe pa pranu tashmen dhe pa kuptu kalumen. Po pra, ne as kemi bën analizën e kalumes. Do bëjmë njëta dhe po i bëjmë. De facto po i bëjmë. Dakord jam. Jam shumë dakord me ty. Jo, absolutisht. Jo, shumë dakord. Tani ç'a ndodh? Problemi është ç'a do bëhet me Shqipërinë. Kjo është pyetja. Tu je ke fjalën ti shtjelloje si duhet. Kjo është pyetja e madhe. Domethënë Shqipëria, jam shumë dakord që i ka kaluar gjitha këto momente, jemi 35 vjet ta quajmë demokratur, si duam ta quajmë neve, problemi është ku do shkojmë ne tani, ku vadis Shqipëria. Po, ku vadis Shqipëria. Kjo është ajo që kam bon Ilir, që ne kemi pas debat edhe në studio tjera, është tek largimi njerëzve. Unë mendoj që do duhej pak kombëtar që në Shqipëri mos largoheshin më njerëz. Sepse me faktet që kemi dhe me ato që kemi marrë nga Instati, këtu na thonë që jetojnë 2.400.000 banor. Edhe ky nuk është lajm i mirë, pavarësisht se unë jam dakord me këtë lloj shifre. Ne kemi qenë 3 milion banor. Po pra, ky Ismail Kadereja thot shqiptarët janë i vetmi vend që mendojnë që gjithmonë janë 3 milion banor. Pra edhe kjo shpreha ka ra, sepse sipas Ismailit ne ishim më shumë se 3 milion në një moment caktuar. Tani jemi 2.400.000 njerëz. Tani me gjithë këto resurse që ka Shqipëria, me gjithë këto pasuri kombëtare që ka Shqipëria, me këtë diellin e jashtëzakonshëm që nuk e gjet dot në vende të tjera. Ti ke jetuar jashtë shtetit, e di shumë mirë klimën. Pra, a kemi ne mundësi që ti majmë njerëzit tu në Shqipëri, edhe që ta zhvillojnë jetën e tyre këtu? Unë e di, domethënë fenomenin që kanë ikë njerëzit nga gjithë vendet e tjera. Unë nuk jam askushi që i them shqiptarëve rrini këtu me 700.000 lekë rrogë, po ja fus kot dhe mos shkoni me marr 3.000 euro atje. Jam shumë dakord me këtë gjë. Po a kemi ne mundësi që mos na shkoj Shqipëria 2 milion banor, 1 milion e gjys banor, 1 milion banor, se skenaret janë të frikshme, nuk ka rëndësi, pra si do zhvillohet. Pra, unë këtu e gjykoj që duhet të jetë politika, për mendimin tim. Kjo duhet jetë, kjo është kampan alarmi. Pikërisht, pra, jam dakord me ty, por në anën tjetër është një luftë që ti ke drejt në aspektin e një patrioti, në aspektin e njeriu që mendon për shtetin e vet, për kombin e vet, për gjitha. Po në anën tjetër nuk mund të ndalosh njerëzit me dhunë sa të bëni në Hoxha. Dakord, jam dakord. Pra, se shkel drejtat e njeriu. Ja, absolutisht, pra. A jemi me politika, pra. Me politika, pra, jemi tafne që unë Ilir dhe Malia të vit jetoj këtu, për la se... Po, mos ti ikësh atje. Po, mos të ndjej më mirë funë dhe me këtë bisedë që po bëjmë ty, unë nuk e bëj dot atje. Absolutisht. Po, pra se njeriu nuk rron vetëm për të hëngër dhe për sa atëherë
kemi instiktet e shtazës, nëse ti vjen vetëm për të kënaqë. Dhe unë kam thonë, ke shumë njerëz sot në Shqipëri, për të ardhur ajo që i do njerëz të largojnë, njerëz që megjithëse mund ngasin makina Lamborghini sot, po në trun janë gaz 69 rus, jo kines. Dhe ato të kontrollojnë jetën ty. Po, patjetër. A kupton sa fyse është kjo? Patjetër. Pra, kudo në botë ka njerëz tillë, por botën e drejtojnë elitat. Sigurisht. Dhe këtu, Aulon, mund t'japësh një mendim shkurtër se është fundi, që ja kanë bërë shumë njerëz që kanë, sa atë fjalën intelektuale kam shumë bezdi. Sepse ne ala nuk kemi të qartë ç'është intelektuali. Intelektuali nuk është se ke shkollë të lartë apo je një mjek i mirë. Intelektuali i shërben publikës. Patjetër. I shërben humanitetit. Edhe shumë dakord me këtë çështje. Tash si edhe kemi keq kuptim dhe për fjalën disident, edhe për fjalën disident jam plotësisht dakord. Ai thot, ore ka pas kundërshtar të regjimit sepse disidenti janë ato që dolën mbrenda partisë, vetë fjala disidenci e mbrenda grupimit. Për shumë Falit Pachami, Todi Lubonjës, këto janë disidentë, se ka dalë nga familja ku ishin, kurse kundërshtarët e regjimit ishin kundër sistemit. Unë me të thonë drejtën kam lexuar një gjë në literaturë që si quhet disidenca në Europën Perëndimore, duhet kesh bë patjetër një vepër. Po pra. Pra duhet vepër që të quhesh disident. Tu s'ka disidentë burr. Ne thëshim se bëjmë lap. Edhe diun se tash pastaj është do bëjmë temë tjetër pastaj. Po, hap temë tjetër tash. Mendon ti se Shqipëria, unë mendoj, si është mendimi im, Shqipëria ndërtoi një elitë ndërgjegjësuese, kujt i shërbejnë elitat? Ha? Ndërgjegjësimit, vetëdijësimit popullit, njëra tjetër për ta dashuruar këtë popull. Sigurisht. Si Fishta, Koliçi, Konica që e bën, megjithëse Shqipëria ishte vendi më i prapamet, e bën që ta dashuroheshin nëpërmjet veprës tyne, nëpërmjet shërbimit që i bën. Që mas komunizmit, unë nuk mendoj edhe deri sot që ne kemi ndërtuar dot elita ndërgjegjësuese. Elitat që shërbejnë këtij vendi. Elitat tona kanë qenë konformiste me regjimet politike. Dhe kjo është drama e madhe jona dhe ne prap themi dalim në studio televizive ne elita. Duke filluar që nga media shife sot ku ke debate që diskutohet, të gjithë masturbojnë njëri tjetrin. Jam shumë mendimi. Shiko, mendimi im është ky që sapo the, që do të thotë ne në Shqipëri nuk kemi prodhuar dot elita këto 35 vite. Sepse të prodhosh elita do të thotë që në momente të caktuara delikate të shtetit ton, që nuk kanë qenë pak, ti përmendë disa vite, siç është dhe 97-a, apo vite tjera shumë delikate që quhen dhe vitet mbrapshta, të marrin fatet e vendit në dorë, me shkrimet e tyre, me veprën e tyre, me atë dhe dashurinë, me patriot, që të kemi prodhu patriot, domethënë, nuk na mungojnë njerëz tillë, sepse minimalisht do t'i zgjidhni president republike më burr në një moment caktuar. Pra, një njerëz tillë do ta bëjmë president republike, pavarësisht ka kompetencë apo s'ka kompetencë. Ne kemi pas kriza shumë të mëdha për me zgjedh president të republikës. Pra, na duhet i kryetari i gjykatës kushtetuese patriot i madh, që nuk do ja shes territorin X vendit caktuar. Nuk ka rëndësi se çfarë do bëj kryeministri, se kryeministri është i radhës. Është i kryeministër, do vi tjetër e tjerë. Shteti është i përhershëm. Pra, te shteti ne na duheshin figura stoike, figura të forta. Nuk i kemi pas. Nuk i kemi pas. Jo. Kjo sjell dhe mungesën e funksionimit të institucioneve. Patjetër pra. Dhe ti nuk ke balancë në institucione, atëherë je në këtë gjendje që. Kjo është situata. Aulon, shumë faleminderit për Falenderoj edhe unë për mundësinë që më dhe. Sigurisht nuk është hera e fundit që do vish prap. Me kënaqësi. Kemi tema interesante dhe falenderoj edhe një herë që je i pari dhe pa shkom në marr se unë du dhe një herë të opozitës. Se më kanë hap nomin që i thy, po unë s'thy njëri. Ilir, unë vi nga gazetaria, edhe unë jam i hapur për çdo lloj emisioni, ta them me sinqeritetin më të madh. Shumë faleminderit. Kur më ke marrë në telefon herën e parë kam qenë në Berlin, të shkruajta, dhe në momentin që më the herën e dytë, absolutisht jam i gatshëm. Sinqerisht falenderoj sepse unë nuk jam këtu as për të thy njëri, as për të sulmuar njëri, po për të diskutuar, dhe ai që thash për të bërë një lloj debati se po të qeqi krefim njëri tjetrin, atëherë dalim ke kafe, krefim njëri tjetrin nga mësi. Nuk na duhet ai emision fare. Ky ishte emisioni për sonte, edhe një herë falenderoj zotin Aulon Kalaja dhe i shpresoj që t'i hapi rrugën dhe njerëzve të tjerë të opozitës për të ardhur dhe për të thonë çka kanë ato dëshirë me thonë dhe ta thonë si don ato me thonë. Unë do t'i bëj pyetjet që diun.